Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Jemi në kohën e kreshmeve, edhe kreshmet janë një kohë për kthimin. Edhe jo vetëm për kreshmet, por është krejt jeta jonë që është në vazhdimsi në kthimin, ose të paktën jemi të thirrur të ecim në një ecje kthimit. Edhe për të bërë këtë punë, nevojitet që ne të kemi dritën mbi realitetin tonë. Që ne me të vërtet jemi me katar, që unë jam me katar. Edhe leximi i parë, që është marrë prej librit të Danielit, na tregon këtë gjë, është populli që thot, është neve o Zot na përket turp në fytyrë, sepse nuk të kemi dëgjuar, sepse kemi me katuar, nuk kena kënë të bindshëm, nuk kena bindur fjalëve të tua. Por ty o Zot, të përket mëshira, drejtësia, falja. Edhe Krishti na thot sot në Ungjillin, behuni të mëshirshëm, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni e nuk do të dënoheni. Falni dhe t'ju falet. Jepni e do t'ju jepet. Të Krishti nafton që ne të masim njerëzit ashtu si ai na ka matë në kryq, që na ka dashur falas. Dhe kemi nevoj me zbulu këtë realitet, që ne jemi me katar të dashur prej Zotit, të falur prej Ti në kryqin e Krishtit, që Zoti ka një dëmshuri pa mas me ne. Le ta kujtojmë Ungjillin që kemi dëgjuar të dielën përpara se të fillonte koha e kreshmave. Që Krishti na thoshte, na ka thënë që të kemi kujdes me mendu se ne kemi me nxjerrë lëmishten prej syrit të vllaut ton, pa me parë përpara traun që kemi. Vetëm ata që njohin veten e tyre me të vërtet, që njohin nga i vinë mëkatet e tyre, ku e kanë rënje, ka mundësi me pas edhe dëmshuri ndaj të tjerët. Atëherë kur ajo le ta kërkojmë në këtë kohë Zotit që të shohim mëkatet tona, edhe dëmshuri që ai ka për ne, që dhe ne të jemi të mëshirshëm ndaj të tjerëve. Që të duam, jo vetëm që të falim të tjerët, por që të mund të duam falas, sepse ne duam edhe njerëzit që duket se nuk meritojnë dashurinë tonë, ashtu si ne nuk e meritojmë dashurinë e Zotit, mirë, Zoti do të bëj që edhe zemra jonë gjithmonë të jetë ma e hapur, ma e madhe, për të pranuar dashurinë e Tij, bekimet e Tija, që edhe ne të duam edhe ma shumë të tjerët në një cikël të virtytshëm, ku rritemi në dashurinë, që është vetmja gjë që bën që ne të jemi me të vërtet të lumtur. Që lëvdu Krishti.